Të nderuar shikues, vazhdoj me duelin e radhës nga Gjiro e 20 e Pro Kredit Superligës, ku këtu në 13 qershorin e Theran do të takuan skuadra e Golden Eagle Yllit dhe Borës. Golden Eagle Ylli në këtë ndeshje vjen nga një humbje në kuadër të ligës unike në mesjavë, ku PS-i nga Vllaznia në udhëtim 79 me 70 dhe kjo fitore i duhet goxha shumë Therandasve edhe për të vazhduar me rrjedhë pozitive. Më shohim pas që startuese në fush është Gray, Morina, Scott, Kastrati dhe Smith, që startojnë tek ekipi vendas. Në anën tjetër tek Bora startojnë Ukaj, Hunter, Jules, Thomas dhe kapiteni i skuadrës Amin Hot. Gjithçka gati tashmë të ditës së sotme në kuadër të Gjiros e 20, topi parë në duart e Therandasve. Nuk shkon ai pasim, gjithsesi vazhdon lufta Amin Hotit dhe bukur asiston për Alex Anterin. Amin Hotit përfundoi. Tjetër vjen depërtimi deri në fund, quajtja e shkurtër, por po lufton Gray ashtu siç po lufton edhe Amin Hoti, topi në duart e Smith, i cili realizon pikët e para të bukur tek Erian Kastrati. Mysafirëve Rezart Mehmeti me njerë do të tenton për një treshe me të futur në tek Mehmeti. Bukur tek Thomas asiston Rezart Mehmeti. Thomas, Lance Thomas, pranë tij është Gzim Morina, nuk ka problem, realizon Lance Thomas dhe Jules kthehen. Amin Hot mbeti Bamford tek Liz Shoshi, Duan Scott, Gjuan për 3 pike, realizon Dustin Thomas, që topi tek Conger, që Gjuan për 3 pik, realizon dhe Gjuan me njerë Bamford. Ka qapsiri duhet për qëlluar për 3. Gjithçka baras tashmë. Fenomenal Therandasit. Hunter qëllon nga vija e Gjuan. Amin Hot në anën tjetër e bën të njëjtën gjë, por ai realizon për 3 pik. Mysafire Gray gjetur depërtimin, por nuk e lejon të realizon. Jules me super blokad. Jules tek Amin Hot. Gjuan edhe një herë, Amin Hoti nuk është i sakt. Topi kthehet në duart e Jules, i cili realizon. Amin Hot. Bukur tek Jules, i cili e mbyll në mënyrë perfekte aksionin e Borës, që nisi me blokad, ngulitje. Scott Bamford nuk ka treshe, por nuk ka problem. Është Smith në kosh për ta përmirësuar krirjen e përsis dyshimfrore. Ekipi Golden Eagle Yllit lufton Antoine Scott, asiston për Liz Shoshin, i cili realizon e Borës përgatitur skemën trajneri Zoran, i cili shtoi 10 pik, duke mos gabuar asnjëherë. Shohim ngulitjen e Smith, aksionin e bukur të Golden Eagle Yllit. 37-26. Do të shojmë a do të arrijë Ylli. Jules arrin të realizon Jules. Jules bukur, Jules shkon deri në fund. U rikthye në fush pas pushimit. Ka faul ndaj Conger në tek Jetmir Zeqiri, i cili qëllon 18. Jules që jem të përtimin edhe një herë. Thomas të Gjuan nga gjysmë distanca, realizon Dustin Thomas. Krijohet tashmë dhe përsia prej 15 pikëve dhe më e thella sonte, megjithatë vjen Bamford. Nuk e gjeti hapësirën që të pason tek Dustin Thomas, teksa Erian Kastrati realizon Therandasve.
Dustin Thomas tek Bamford, i cili realizon për 3 pikë. Gray. Bukur e gjen Erion Kastratin që qëllon për 3 pikë. Smith, Bamford. Tek Smith shkojnë ai top nga në ndeshje. Thomas e gjen Erion Kastratin që gjuan për 3 pikë. Erion Kastrati. Bukur tek Gjusi i cili qëllon. Nuk arriti të qëllon. Dustin Thomas, Erion Kastrati çfarë blokade. Erezat Mehmetit. Tyler Cheese realizon në kundërsul. Çfarë mbrojtje Erezat Mehmetit. Thomas, Bamford. Gjuan por nuk ka. Treshe por arrin fitore në një ndeshje të cilën e kontrolloi për 30 minuta dhe Golden Eagle Yllit nuk i mjaftoi seria për 21-5.